Dostat, përshëndetje, shpresoj që të keni një ditë mirë. Unë jam vet agronom edhe jam në sektorin e bujqësisë, jetoj jashtë në Evropë. Çto sena do të thonë po du me ju kallëzu ju vet, nashta edhe fëmijët juaj, shumë kanë qef për shembull drezën. Për drezë kena fjalën. Mos harroni, mos gaboni qatë shumë me ushqy fëmijat me drezë. Pse? Sepse vetëm një problem që kem bojtërtisë krinea që thirët një farë problem fungal, deri 6, jo 6, po deri 8 herë janë të espërkat pesticidat. Do gjigantat, do firmat, si kur Bajeri, gati 70% është të furnizu me produktet bujqësisë. E 30% është prej produktet si kur aspirin edhe tjertë produktet shëndetësor. Do me thonë, mos harroni, sa ma pak me hangër drezë, nëse doni gjojeni një alternativ tjetër, si për shembull molla, dardha, po edhe nëse e jep një mollë edhe dardhë, mos harroni me hek lëkurën, pa lëkur, hani edhe jepni fëmijët juaj, që me pas një shëndetësi më mirë. Faleminderit shumë, ditën e mirë. Tung tung.